ata do të presin mundësit. Edhe një herë presin nesër çka po ndodh me kandidatën për krye parlamentare, e cila zonja Xhe po dihet që s'ka më marr votat. Por përmes zgjidh këtë problem dhe përmes studie, fajti ka partia e madhe, partia e cila ka fituar zgjedhjet. Por kur nuk i ka numrat për kryeministër, atëherë zhagitin problemin të krye parlamentare. Sepse nuk thua çështja e zonës Haxhiut që të ndrohet me zotin Konjur, sa zgjidhet kjo çështje? Po, nëse zonja Haxhiu ik nga ajo detyrë që ju ka besu e që s'po i merr votat, atëherë problemi do të zgjidhet në parlament, ndoshta edhe nesër. Mirë, po unë po befasona shumë me konkullsinë e zonës Haxhiut, e cila tani edhe ajo ka filluar me konkullsia e Haxhiut, është konkullsia e gjithë partisë, gjithë partisë. E keni nominu, po si keni votat. Tash ju po bëni pak si ajgare me zonën Haxhiut. Tash ti kushtoj. Po, mirë, okay. Sa ajgare me zonën Haxhiut? Sepse po e çet 3 herë. Ideja e ajgare se kjo është ofenduese për zonën. Se ofenduese arbër. Ne kemi propozuar, ne na takon propozimin. Ai nuk e bën ajgare me Haxhiut siç po pretendon Sadiku. More edhe termina me propozuar zonën Haxhiut se nuk është ajgare kjo është procedurë. Besoj që dikush kishte demokraci më rreth fare ajgare. Për kryetar kuvende me marrë se ajgare. Jo, ajo mirë. Kandidu kryetar kuvende është nominuar për kryetar kuvende. Jo, i tha disa gjëra të tjera, po është nominuar me 3 herë. Asnjëherë nuk i merr votat e mjaftueshme. Duhet me u tërheq. Pozicioni jot. Sepse partia vetë e Juve ka 48 deputet. Plus minoritetet. Ajo duhet me gjetë një zgjidhje. Partitë opozitore që ju po i çuni, që tash janë parti parlamentare, ato munden me ofru votat e veta që me dal nga ky ngërç. Me zgjidh këtë problem. Po jo s'po dënë, sepse nuk janë votat e mjaftueshme me u bë qeveria. Dhe kur nuk i ke votat e mjaftueshme me u bë qeveria, atë ju e ndalni votën te kryetari i parlamentit dhe s'ka zgjidhje. Kështu që do të vazhdohet edhe nesër